Shiko, kur çështja e investimet ndryshon kategoria dhe repertori i diskutimit. Megjithatë ka mjaftojnë atletet të bardha. Nuk mjafton, patjetër, nuk mjafton edhe pjesa që ka të bëjë me interesantin në tavolina, pra duhet diçka më shumë për lidhet me atë që është pjesa që ka të bëjë fiskale, taksat, për shembull një problem që ka Shqipëria, një problem që ka që nga vitet 92. Ka ndryshuar, ndoshta mund të ketë vajtur në 200 herë afërsisht ndryshimi i sistemit të taksave. Dhe kjo deri diku lidhet me politikën që ka një parti. Partia Socialiste ka taks progresive, Partia Demokratike ka patur taksën e shesht. Por pavarësisht kësaj, rrugës ndodhin shumë ndryshime të cilat i japin një lëkundje pjesës të investitorit. Megjithatë duhet theksuar diçka. Në mikro ka probleme ekonomia shqiptare, por kur ndalim në mikro, parametrat janë shumë mirë. Pra, kjo jep zoti Rama. Në makro është mirë apo? Në makro është mirë. Dhe në mikro është keq. Në mikro është keq. Pra, do të thotë njerëzit nuk e ndjejnë rritjen ekonomike. Rritjen ose dorën e shtetit, por nëse flasim për shtetin, buxhetin, borxhi publik të ardhurat janë në nivel të kënaqshëm. Madje mund të krahasohen me nivelet më të larta që ka patur ndonjëherë. Borxhi publik që ka qenë vajti deri në 85% pak vite më parë, ka rritur nivelet më të mira të vetat. Kjo i jep mundësi shtetit që të marrë akoma më shumë kredi për të çuar më para ato që ka projektet kryesore. Pra, ka faktor, Arbër, tani se ti je gazetar, po ti ke njohuri shumë të mira dhe ekonomike. Po pra. Tani, nëse ne marrim një kohë, se tani kam dëgjuar edhe këtë teorinë e GDP-a. Parametrat makro, se po shifra raportin e FMN-s. Problem shumë të madh. Nëse ne sjellim nivelin e euros, sa i borxhi shkaqet diskutojnë, por jo, pa ju shtelbi, se nëse ty të shkon sot euroja, 130 e 140 sa çka qen, ose 120. Dakor. Jo 130. Sa është ai borxhi pastaj? E dish domethënë të rritet me 30% ai niveli borxhit brenda ditës të rritet. Brenda ditës. Edhe GDP-ja, se flasim, se i dëgjoj të ministreshat e ministra se GDP-ja kaq e GDP-ja aq, që flitet si llafti GDP-ja është tjetër diskutim. GDP-ja është tjetër mënyrë se si matet. Pra GDP-ja matet gjithë ekonomia përpjestohet për gjithë popullatën. Me të mirave që janë, pra ne dimë se sa është vlera çmimeve, pra. Një pjesë e madhe e GDP-s është ky ndërtimi dhe ky betoni që vlerësohet me 2500 euro dhe 3000 euro me çmimin e tregut. Dhe kemi GDP të madhe ne, kupton? Por ndërkohë, GDP-ja ka tjetër formulë. Një njeri që merr vesh nga tregu, në një situatë të tillë që këto çmimet e ndërtimit kanë kaluar përtej normave normale, se s'mund të blesh ti të shkoj 2000 euro astiri, kur ti nuk ke asnjë lloj infrastrukturë dhe faciliteti në atë zonë. Tani, ne i dim të gjëra, pra, dhe borxhi që është një merak shumë i madh, kur diskutojmë ne ekonomistët, bëj atë njëjtin debat dhe bisedë ditë me Irena Beqirajn, pra, në një moment caktuar, nëse ky niveli euros do bllokohet paraja zez dhe euro do shkon ato nivele, jemi 30% me buton brenda ditës borxh të rritur më shumë, me buton. Shpresojmë si shqiptarë mos të vijë ajo ditë se na intereson ekonomia. Të bëjmë tifozlik për çuna, domethënë. Ekonomia na intereson të jetë stabil.